Përshëndetje miq, me slakrave të egra, sot zgjodha labotin për të përgatitur një byrek të hapur pa petë sipër. Pasi e kemi pastruar dhe larë labotin, e presim ashtu si gjithë slakrat e tjera dhe e kavardisim me pak vaj dhe krip. Ndërkohë që gjodha e labotit ose laboti bëhet, përgatisim edhe brumin. Brumi shumë i thjeshtë, po njësoj si brumi i byrekut, me dy përbërës vetëm zodhe dhe krip. I përzihem mirë me njëra tjetra që të hapet në mënyrë homogjene, si kripa dhe soda, bashkë me mielin. Dhe përgatisim brumin. Brumin e zë me ujë, jo me kostë kësaj radhe. Pasi përgatitet brumi, hapim në një tepsi ose tavë të vogël siç e kam unë, katrore, ose në një tepsi si të doni. Ndërkohë që laboti është bërë, do t'i shtojmë në fakt qumshin e fshatit, duket që është dhe më ndyrë, një kokër vezë, pasi tava është e vogël, dhe djathë sipër, sigurisht të grirë ose e coptojmë sipër. Pasi e përzim që të arrihet e masa homogjene, gjithë përbërësit vendosim në tavë. Është një recetë shumë e thjeshtë, por dhe e shpejtë, nuk të ha kohë dhe nuk të lodh me hapjen e petëve, duke si një pispili në fakt, por me miell gruri dhe jo me miell mistri. E pjekim dhe ualala. E mirë, e thjeshtë në përgatitje, por e shijshme. Bon appetit!